Mirë, do ndalemi pak bashkarisht edhe tek rasti I radhës për cilin në fakt doja që të ndalesha. Tek familja Kola. Ka qenë një rast shumë I vështirë, por do të flas pas pak, sepse bashkë mbyllëm dhe këtë temë diskutimi. Faleminderit shumë, Ervin. Që të pata, Marsi, faleminderit gjithashtu për temat e sotme dhe për bisedën që patëm. Do ndalemi pak tek tragjedia e familjes Kola, e cila ka ndodhur në provincën e Lukës në Itali. Për fatin e keq, vajza ka qenë ajo e para e cila ka filluar që të rëndohet situata e saj shëndetësore edhe të shkojë drejt shtratit dhe më pas edhe familjarët e tjerë për t'i qëndruar mbi kokë. Do shkojmë në pak sekonda publicitet dhe më pas me të ftuarit edhe me rrëfimet e tyre. Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Itali, ku 4 antarët e një familjeje shqiptare kanë ndërruar jetë si pasojë e helmimit nga monoksidi I karbonit. Dyshohet se ka qenë një mos funksionimi kaldajes ngrohëse që ka bërë të lëshohet gaz në banesën e familjes dhe të ketë rrjedhje brenda ambientit të apartamentit që ka shkaktuar këto vdekje të menjëhershme. Një gabim në adresë dhe një rrjedhje e padukshme monoksidi karboni, gaz helmues, çuan në tragjedinë e rëndë. Ishte pothuajse ora 20 e mbrëmjes së të mërkurës kur në qendrën e emergjencës 112 të Toskanës mbërriti një telefonat e dëshpëruar. Motra ime është sëmur, nuk dim çfarë ka. Gjatë telefonatës situata u përkeqësua në mënyrë dramatike. Operatorja dëgjoi fillimisht prindrit që humbën ndjenjat dhe më pas edhe vetë djali I familjes u rrëzua në tokë. Para se të fikej telefoni, ai arriti të jepte adresën. Rruga Galgani, numri 168, por ishte një numër I gabuar. Sipas hetimeve, I riu në efektet e monoksidit të karbonit kishte ngatëruar 2 shifrat e fundit. Numri I sakt ishte 186. Mirë, ndalemi pak pikërisht tek ngjarja e familjes Kola. Do ta diskutojmë me Suela Xhufin, toksikologen që e kam në studio. Mirë se vjen, Suela, kënaqësi. Do të kem gjithashtu edhe Ernest Çelën, fëmijën e familjes Kola, I cili në fakt do të na tregoj pak edhe rrëfimin e tij pikërisht për ngjarjen se çfarë ka ndodhur atje. Ernest, mirë se vjen. Faleminderit. Mirë mbrëmë gjithëve. Në fakt, për fatin e keq lidhjen bashkë kemi për një ngjarje e cila ka qenë goxha e rëndë, po ju keni qenë fëmijë me familjen Kola dhe keni jetuar ngjitur me njëri tjetrin, apo jo? Po kështu. Sa kohë kishit ju që ndanin pak a shumë të njëjtën pallat, të njëjtën lagje? Ne jemi komshi shumë të afërt, kemi shtëpi përballë. Ju ishit njohur si shqiptar në komunitet, ishit miq, pra kishit hyrje dalje me njëri tjetrin, apo ishit thjesht komshin të njohur? Ne njihshemi, unë me Konën njihshemi nga kohë, si gjithë shumë shqiptarë se jemi këtu tek qyteti jon, edhe plus kishte një vit e gjysmë se kishte blesh shtëpinë përpara nesh, edhe ishim komshi, shokët. Kohët e fundit kishte patur një rinovim në shtëpinë e tyre. E konfirmon dot edhe ti këtë gjë? Jo, s'mund ta konfirmoj. Nuk mund ta konfirmosh, duke qenë se folëm dje me avokatën dhe po thoshte pikërisht për detaje të tilla. Më thuaj pak çfarë ndodhi atë ditë. Pra, ti ke patur dot mundësi që të jep një ndihmë të shpejtë familjes? Po, asaj natë, nga ora 9:30, 10 pa çerek, kishte ardhur xhaxhi I Darit se bashkë me 2 karabinjerë, 2 policit, që nuk kishëm pas më kontakt me familjen, se nuk u përgjishte më në telefon. Edhe kështu na thritën edhe neve, po kishëm pas kontakt gjatë ditës. Unë bashkë me babën tim kemi dalë me vrap, me ndihmu xhaxhin për me tek shtëpia, dhe pastaj njerëz se hyn sipër kat dytë, edhe shpërthej derën e shtëpisë, hyn kat dytë. Pam gjithë 4 trupët për tokë si I kishin ratifikën në të moment. Edhe ne kishim provu me pa, po ishim prapë gjallë, se në të moment s'kishim kuptu akoma si gjopë, se nuk ishe asë njerë, nuk ishe asë një gjën e ajër se I jipte një provë se kishte monoksid karbon. Nuk I kishim kuptu akoma, ishim vetë ne kështu, të rënditë të tuk e pa gjithë 4 për tokë. Edhe karabinjerët kështu bashkë me ne. Në atë moment, gjë e parë se bëmë ishte me pa po kishte prapë pus, po kishte prapë ferrathje zemre, me pa po ishim prapë gjallë. Edhe e provuam me ndihmu me pak mundësi se kishim ne, kemi provuar me gjithçka, me bëj një masazh, me izgju në atë moment. Po pastaj A ndjet pulsin e dikujt? E ndjet pulsin e dikujt? Po, e njëjtën pulsin e Darës e pulsin e Jatit, babit vet.
Të Artit edhe të Hajdarit, pra të djalit. Po. Vetëm ata të dy, pra ata të dy ishin ende gjallë në ato momente? Po, në ato moment po. A u përmend ndonjëri prej tyre, Ernest? Si nuk u kupton? Ishte i përmendur ndonjëri prej tyre, pra foli diçka ndoshta Hajdari apo Arti? Jo, po kanë thonë si reakcion. Kam provu me hap çik syt, po nuk është se foli o në gjë tillë, po pati reakcion si ishte prapë i gjallë. Nga kjo si ishte shenjë. Ishte e vështirë edhe për ty në ato momente që po jepi ndihmën e parë? Po, në të moment se pastaj mas 5-6 minutë si ishme të mrena, edhe ma shumë, sa gati 10 minutë nuk e di, filloj edhe neve me na filloj një dhime koke, edhe na filloj me të rundit gjithë. Pastaj i pari se i rath fika të moment ishte Xhaxhi Darios, se nga ty pastaj filloj edhe mu, babit edhe policisë që na filloj me dhimë koka, me pas rrotullime kokës, edhe me bëshirësi me more ajër. Cila ishte gjëja e parë, pra, mbasi sa persona ishit në ato momente, Ernest, kur keni gjetur trupin e Hajdari, pra, kur keni gjetur 5 veta? Una, bashkë me babën tim, dy policët edhe Xhaxhin e Darios. Personi, Xhaxhai i Darios, ka qenë ai i cili kishte marrë policin, ose kishte marrë ambulancën? Jo, ai është se ka dhënë alarmi, ai është se i ka çu polici ke banesa e rregull, se policia Po kush ka qenë personi i parë që për ta sqaruar, kush ka qenë personi i parë që ka telefonuar ndoshta për një ndihmë apo ka kërkuar diçka? Ka qenë Hajdari. Ai ka qenë personi. Ai është i pari që ka thrit ambulancën, po pastaj ka pas i ka rath fikët vetë edhe pastaj aty policia ka kuptuar vetë, ka kërkuar gjithë numrat deri ku më ka rrit ke banesa vjetër. Që pastaj aty gjeti Xhaxhain e vetë se e çoi ke banesat se ku është shtëpia atyre. Ju shkoi në mendje apo sot për shembull që kanë kaluar ndoshta edhe më shumë se 24 orë. Çfarë mendove ti pra? Cilat ishin ato dyshimet e para ose diçka që ti e mendove më pas që mund të jetë bërë gabim? Çfarë mund të jetë bërë gabim në gjithë këtë ngjarje? Nuk e di, të them drejtën, nuk e kam akoma kuptu që ka ndodhë. Vërtet? Jam akoma prapë të ronditur se kam prapë atë fotografin ke koka ime mrena, ke koka ato 4 trupët për tokë. A tentuat të pyes, tentove ta nxirje jashtë Darion, ndoshta ta lëviznit nga vendi ku ati kishte rënë fikët, apo ndoshta babain e Darios, pra të përpiqeshit të jepshit pak ajër, pak oksigjen? Ne kemi provu gjithçka në të moment, vetëm se pastaj u smunden përpara. Edhe karabinjerë bashkë me neve u smunden dhe atyre dhe pastaj ato kanë thonë pastaj le me dil gjithë nga përjashtë nga shtëpia e pastaj policia si ishte aty prezent nuk lënë të momë me asnjëri. Sa kohë është dashur, Ernest, nga ky moment që ju e keni gjetur familjen pa shenja jete deri tek momenti që ju filluat të trulloseshit? Pra sa kohë ishte? 10 minuta, 20 minuta, 5 minuta? 10 minuta këtë të mrena. Pra në 10 minuta ju që keni qëndruar brenda, ju keni filluar që të keni dhe ju efektet e marrjes mendve? Po, kur kem dalë jashtë aty kam kuptuar akoma më shumë, po ambulanca më erdhi, më kapi, më boni maskën për oksigjenin se edhe unë veç u smuna atë moment. Edhe ti vetë? Edhe karabinjerë. Hajdar, për të kuptuar pak, Dario ka patur një telefon pranë, pra telefonin me cilin kishte telefonuar ambulancën, ose kishte kërkuar ndihmë, apo kishte qenë në mbështetje të motrës, e cila ishte e shtrirë? Po, kishte thërrit ambulancën, po pastaj u ndjek keq vetë. E kuptoj. Mendon, dua të të pyes tani, Ernest, se di që është e vështirë, po mendon nëse do t'ishin gjetur pak më herët, mund të kishte shpëtuar, ose nëse do kishte ardhur ambulanca, mendojnë që Dario apo Arti do kishin shpëtuar dot nga ndihma që do i jepej? Nuk e di. Nuk mund të përgjigjem. Me kë ke qëndruar ti këto 24 orë? Ndoshta edhe për të hequr pak mendjen. Me familjarët e tu? E ke folur me ta? Me printet e mi, pastaj kam shku me taku edhe
familjen e Xhazhin e Darios. A, e takove atë? Si është gjendja e tij? Po, kam të... Si gjendje, familje tronditër për këtë faqësi. Jo, patjetër, po flas si është gjendja e tij shëndetësore, sepse më kanë thënë që edhe atë e kanë shtruar në spital, apo jo? Po, e kam marrë vetën. A, pra e ka marrë vetën. Nga ana shëndetësore ai e ka marrë vetën. Po, ka dalë. Kur ishte hera e fundit Ernest që e takove? Përpara, sot mjes. A, sot në mëngjes ke shkuar për t'i takuar? Po. Ai jetonte shumë pranë familjes së Darios? Po, shumë. Ishën gjithmonë gati bashkë. Sa afër është shtëpia e tyre nga Xhaxhai? Pak a shumë. Një lagje, një provincë? Jemi prapë në njëti qytet, me njëti provincë, po... Pra 10 minuta, 15 minuta largë me makinë. Ai jeton qendër Porkari, unë shtëpia e Darios ka qenë më këtu rrugi, se është i provincë e Porkarit. Dua të bëj dhe një pyetje tjetër, nuk e di nëse ti e di, të paktën më shumë në detaje, po ditën e djeshme për fatin e keq më thanë që nënës ose gjyshes së Darios nuk ja kishin thënë ende lajmin që familja kishte humbur jetën. Di diçka, ja kanë thënë, kanë patur do të mundësit ja thonë sot, apo? Po, e din. Pra edhe ajo e ka mësuar lajmin. Po. Dua që të qëndrosh vetëm pak një moment në bisedën time që do keme toksikologe në studio, sepse dua që të njoftë të na informoj dhe ne, po të t'informoj dhe ty, se çfarë ndodh në kështu lloj rastesh, edhe më pas të pyes edhe ty se si funksionon, ndoshta në Itali ti mund të më tregosh diçka më shumë. Ndalimi pak tek rasti. Një rast shumë i rënd, Suela. Madje ne kemi dashur në moment live që të lidhemi me ty për të na bërë një sqarim, po ti nuk e patur dot mundësi. Çfarë ndodh në një situatë të tillë? Shkojmë tek dyshimet e para që është monoksidi, ë? Po, monoksidi karbonit. Zakonisht është një gaz, problemi i tij që është pa aromë, pa erë dhe nuk e njofton pacientin kur ai rrit nivelin e tij në ajër. Dhe problemi i monoksidit karbonit është që ka një afinitet gati 250 më shumë se oksigjeni për të lidhur me hemoglobinën. Dhe ky është problemi i parë. Domethënë nëse ne kemi oksigjen dhe monoksid karboni në një ambient, oksigjeni nuk lidhet me hemoglobinën, lidhet me monoksidin e karbonit. Duke shkaktuar hipoksi, kjo është e para. Problemi i dytë është që dhe ai oksigjen që është i lidhur me hemoglobinën nuk shkon më në inde, sepse është efekti që krijon i dëmtimit tindor të monoksidit të karbonit në inde. Sa i shpejt është ky reakcion? Tani kjo varet nga sasia e monoksidit të karbonit në ajër. Nëse është mbi 125 pm, atëherë sasia e madhe, i bie që intoksikimi të jetë mbi 40 dhe në 50%, që në këtë rast presupozohet që pakte me kohën, që po kuptoj unë, që i bie 2 orë koha, ka qenë 30-40% niveli intoksikimit të pacientëve. Dhe kur ka ardhur ambulanta... Pra flasim për një nivel goxha të lartë. Nivel goxha të lartë. Sepse ata nuk e kanë kuptuar dhe kanë filluar me dhimbje koke, kanë filluar me humbje të ndjenjave dhe çfarë problemi ka monoksidi nga është që të jep dopsi muskulare, që ti nuk ke mundësi të reagosh. Pra është kjo çfarë thotë Ernesti, të jep një trullosje? Jo vetëm të jep dopsi muskulare dhe organi i parë që ai... Pra nuk ecën dot? Po, organi i parë është zemra, sepse bën vasodilatacion, duke qenë se bën në trombocite, bën shlirimin e oksidit nitrik, që bën vasodilatacion dhe pacientët marrin një ngjyrë si roz në të pupullt. Është pra marrin ngjyrë karakteristike dhe kjo është gjëja e parë që ndodh insuficiencë kardiake, e cila jep pastaj probleme cerebrale. Domethënë janë shumë mekanizma që ndikojnë. E kuptoj. Nëse do të flasim për Jo, dua të ndalim edhe te një detaj tjetër, duke qenë se kam dhe Ernestin dhe për ta sqaruar. Ka patur mundësi që 2 prej këta 4 personave të familjes të kishin puls. Pra Arti, babai dhe Dario ideali. Po i drejtohem kështu me që dhe Ernesti ashtu i një. Mund t'i japësh dot një ndihmë, duke qenë se tha kemi shpërthyer derën, pra ka patur një aerosje. I jep ndihmë, por problemi që ndron në këtë rast, duke qenë se ka qenë gati në 50 dhe në 70% intoksikimi, pra përqindja e hemoglobinës, ne e quajmë karboksiemoglobina, që tjetë bashkim e hemoglobinës me monoksidin e karbonit, kjo matet, ka qenë në nivele 50 dhe 70% shumë e lartë. E vetmi shans që unë do të sugjeroja ishte presioni hiperbarik, pra të futeshin oksigjen hiperbarik, e cila duhet ishte imediate, sepse me oksigjen në ato kushte, me atë nivel, do të duaj shumë kohë për të bërë eliminimin e monoksidit të karbonit, sepse monoksidit të karbonit ka një problem
ka një afinitet shumë të madh me hemoglobinën dhe i duhet 4-6 orë që të pastrohet kur ti e nxjerr në ajër të pastër. Pra edhe në momentin që ti hap dyerë dritare Duhet kohë. Duhet kohë që Ulet, Po. e ndihmon patjetër. Fakti që thot Por duhet nxjerr jashtë. Fakti që Ernesti thot që në 10 minuta apo 15 minuta efekti ka filluar që ti merren mend edhe të mos kishte fuqi. Besoj ma konfirmon këtë Ernest, ë? Pra ti e ndjeve që të filluan t'ju binin fuqit edhe ju që ishit brenda banesës? Po, e konfirmoj. Pra, djetë një lloj debolese. Dua të pyes pak Ernest. A keni ju informacione, besoj edhe ti shtëpinë ke me ngrohje me gaz, apo jo? Po. Keni ju informacione, ka sisteme sigurie? Pra, si ja bën një banes në Itali? Si ja bën ju? Si jeni mësuar ju me një sistem të tillë? Nëse ka një rrjedhje, nëse ka një çarje, apo nëse bëhen punime? Do të kesh për monoksidin e karbonës, do të kesh një rilevator, se t'jep sa prezencë monoksidit ka aty në të moment. Në këtë rast, edhe pastaj do të kesh edhe çdo vit një manutencion gjatë kaldajës. Ndjes se nuk të dëgjova edhe një herë, se pata një shkëputje. Çdo vit do bësh edhe manutencion e kaldajës me pa mos ketë një problem, një ndalegjim të kaldaja, njërë në vit. Një kontrol, gjatë njërë në vit. Ti, ke ndonjë informacion nëse ndoshta familja kishte bërë një kontroll të tillë apo në pallat ishte bërë një kontroll të tillë? Jo. Jo, nuk e di, nuk e mos përgjigjem. Ata kanë pasur djegje të gazit. Sepse po të ishte rridhje gazi do kishte ndjer aromë. Ata është djegur gazi. Është djegur? Po patjetër, është djegur. Monoksidi i karbonit nuk ka lidhje me gazin qarkullues. Do me thënë, monoksidi i karbonit krijohet nga djegja e lëndës që ka qenë qarkulluese. Gazi që qarkullon, më kupton? Nuk është monoksidi i karbonit gazi që qarkullon. Jo. E kuptoj. Do me thënë është gazi i cili është djegur për një arsye defekti ose nuk e di çfarë mund të jetë bërë gjatë riparimeve dhe ajo shkakton këtë. Ajo shkakton në efektin e gazave të tjerë. Pra ka patur një çarje të gazit që duhet të shtilte jashtë. Mund të jetë dhe gazrat cianid. Kjo do ta tregoj autopsia nëse ata e bëjnë. Domethënë nuk është mund të jetë monoksid karboni vetëm. Mund të jetë cianidi dhe cianidi ka një problem akoma dhe më të madh. Nëse monoksidi i karbonit mund të shkëputet nga hemoglobina, ku e gjejmë ne këtë suela? Si? Ku e gjejmë ne në Shqipëri? E gjejmë tek kaldaja. Tek kaldajat në dhe Shqipëri. tek benzina, me thënë tek makina, për shembull nëse ti ri në garazh me makinë të ndezur, shumë shpejt mund të bësh kolaps, sepse ke nivele të larta të monoksidit të karbonit dhe të gazeve cianide. E kuptoj. Kështu që detyrimisht, unë çfarë do të sugjeroja në këtë rast është vendosja një termostati që përcakton nivelin e rritjes së monoksidit të karbonit. Se do ndalem këtu, po dua ta pyes pak Ernestin. Ernest, çfarë është bërë sot? Si është situata sot në lagje, në komunitet? Besoj të gjithë flasin vetëm për këtë ngjarje, apo jo? Po, normal, është gjithë komuniteti është shumë të rënditur nga kjo fatkeqësi që ka ndodhur. Gjithë qyteti edhe janë anulluar edhe gjithë ato festë që ishin tek qyteti këto fundjavë për mineta për familjes. Pra festat për të qëndruar afër familjes Kola. Ti vet, Ernest, e kishe shumë mik Darion? Ishëm shok, po shok kumshi. Jo shok ngushtë, po shok. Po, bashk flisnit bashk në rrjetet sociale, kishit shkëmbyer numrat e telefonit? Na herë, po. Ju takoshëm shpesh na herë kështu për jashtë nëpër qytetet. Po, çdo mjes, çdo darkë takoshëm gjithmonë kur u kthente nga shtëpia nga puna. E takove dot natën e ngjarjes apo çfarë punë bënte ai? Jo, ai ishte punonte si elektricist. Po edhe baba në ndërtim. Edhe babai në ndërtim. Nuk e dim Fabrik, më fal. Po, çfarë do mbashmend ti nga bisedat me Darion apo nga kujtimet me të, ndoshta një mesazh të fundit, ndoshta një jetë në komunitet, diçka që ndoshta mund ta ndash me mua. Ishe gjithë shumë punëtor, kishe gjithë jetën përpara. Më vjen shumë gjëra për çka ka ndodhur se e kam pa vetë dukur vdek. E kuptoj. Është e vështirë. Ernest, bashkë me ty aty ndodhet edhe nëna? Jo.
Mendova mos ishte edhe nëna jote aty pranë. Jo, s'është sonte. E kuptoj. Ndoshta për t'i marrë dhe asaj një mendim, për ta pyetur, a i njihte ajo zonjën e familjes Kola. Më fali, po jam... E kuptoj. Mirë, të falenderoj. Me erdi telefonat për këtë, më falni. Oke, Mund të mirë. përsësh prapë? Jo, mendova se mos ishte edhe ajo, ndoshta për ndar një moment apo një kujtim mes familjes, duke qenë se gratë apo zonjat kanë qenë gjithmonë, zonjat shqiptare mbajnë gjithmonë ato lidhjet me njëra tjetrën edhe. Nuk është në gjendje me përballu një intervistë, se është edhe ajo shumë e tronditur nga që ka ndodhur. E kuptoj. Mirë, faleminderit shumë Ernest që të pata në këtë rrëfim. Faleminderit juve. Atëherë Suela, po thoje që çfarë mund të njoftoj në një rast të tillë? Çfarë duhet kenë kujdes edhe shqiptarët? Gjë e parë është pak, nëse jemi në një rast të tillë, gjë e parë është ta nxjerrim në ajër të pastër. Gjë e parë. Patjetër që do të njoftuar urgjencë, sepse janë raste të cilat në pjesën më të rastë përfundojnë në reanimacion, në reanimim, duke qenë se kemi dëmtim të dy organeve kryesore, që është truri dhe zemra. Të janë organe të cilat preken, sepse niveli i përhapjes së monoksidit të karbonit është i menjëhershëm dhe mund të duhet 2 dhe në 5 minuta, nëse niveli është shumë i lartë, që mund të çojë dhe në vdekje të pacientit. Në këtë raste, fatkeqësia e tij ka qenë që ai ka ngatruar numrin. Ai dhe mund të kishte shpëtuar nëse urgjenca të kishte ardhur më shpejt, sepse të paktën me atë që kam lexuar dhe që kam perceptuar klinikisht, janë dashur 2 orë kohë që ata kanë qenë në atë ambient toksik, e cila normalisht ka vazhduar duke u toksikuar pacienti dhe nuk është nxjerrë në ajër të pastër dhe detyrimisht nëse do ishte bërë ardhur ambulanca më shpejt, ndoshta nuk do ishin sot Nuk do ishim duke diskutuar këtë gjë. Mund të kishin probleme patjetër, sepse monoksidi i karbonit ka një problem që bën dhe shkatrim cerebral, nuk është vetëm hipoksia, por është edhe aftësia që ka për të aktivizuar një lloj mekanizmi si është lërimi i kalciumit. Dhe ky është problemi për shembull që ne shohim dhe në nivele shumë të ulta dhe në 12% të karboksiemoglobinës ne shohim që kemi një dëmtim të sistemit kognitiv, që do të thotë që se bëhet pak teknike pastaj. Por për të kuptuar domethënë që mund të kishin dhe efekte të tjera, por ideja është që çfarë duhet kemi parasysh? Gjë e parë, të hapen dritaret që të futet sa më shumë ajër i pastër, ose nëse ke mundësi ta nxjesh pacientin direkt në ajër të pastër. Gjë e dytë, patjetër që ne i fusim pacientin në presion hiperbarik ose oksigjen hiperbarik, sepse është e vetmja e cila bën të mundur shkëputjen e monoksidit të karbonit nga hemoglobina për minuta, domethënë 50% mund të shpastrojë në 23 minuta nëse vendoset në presion hiperbarik. E kuptoj. Kjo është ndihma. Kjo do ishte ndihma. Kjo do ishte ndihma që do jepej me. Pastaj të tjerat janë thjesht simptomatike, reanimuse. Shumë shkurt përpara se të shkëputem, me çfarë është e ngjashme? Se dhe këtë dua të kuptoj, pra familja në këto orë që ka qëndruar brenda në shtëpi, për çfarë mund të ketë dyshuar? Efektet e saj me çfarë janë të ngjashme? Me gripin. Me gripin. Me gripin, me dhimbje koke, nuk e kupton, është problemi. Nuk e kupton. Nuk të shkon në mendje. Tu humbet edhe vetdia. Ti humbet vetdijen. Ti humbet vetdijen, ti humbet forcën muskulare. E kuptoj. Dhe bën vazodilatacion, vetëm bën hipotension. E mirë. Të falenderoj Suela që bëm një sqarim të tillë edhe për një temë shumë të rëndësishme në fakt me ne. Në publicitet dhe pas pak do të ndalemi tek rasti i monopatinave në Shqipëri.